Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Problemi i disa njerëzve sot është mërziten në dhuntit të cilat Allahu subhanahu wa ta'ala ja ka dhuru, të mirat të cilat Allahu subhanahu wa ta'ala ja ka dhënë. Do më thënë, për të mirave që s'mundemi ato me i numru, të cilat neve dhe juve dhe të gjithve neve Allahu subhanahu wa ta'ala të cilat na i ka dhënë. Më thënë, rritja për gjumit, pushimi, keri, shtëpia, gjitha këto nimete për rreth që i kemi, njeriu më është mësu. Edhe sikur që nuk është të ndje këto dhunti dhe begati që në për rreth ti. Është mësu, do më thënë me qeni sigurt, është mësu me pas kerin e mirë, është mësu me pas shtëpin e mirë, edhe nuk i shkon mendja apo mërzitet prej dhuntive të cilat Allahu subhanahu wa ta'ala ja ka dhënë. Nuk i shkon, do më thënë, mendja për me falendëru Allahun subhanahu wa ta'ala, por i këshyr tjertë. I shikon tjertë të cilve Allahu subhanahu wa ta'ala ju ka dhënë edhe ma shumë. Ju ka dhënë prej pasurisë, ju ka dhënë prej gjithë shka. Pastaj do më thënë, mërzitet në vetë, thot pse mu Allahu më ka dhënë pak e këtyre dikon tjetër i ka dhënë ma shumë prej dhuntive kësaj dunjaje, mu Allahu s'm ka dhënë kur gjë. Kështu nuk bën me menue. Kështu nuk bën mu mërzit në mirat e Allahut subhanahu wa ta'ala. Disa prej të parëve tanë kanë thënë, vesh më sheli syt. Vesh më sheli syt, edhe kujtoj të verbërit. A mundësh me jetue, më thënë, pa shikim. E dikush jeton pa shikim, dikush është i smur, dikush për momentin tani është i shtrirë në shtrat, dikush është në shtratin e vdekjes, dikush dhe dikush, kështu që tuj Allahu subhanahu wa ta'ala ti ka dhënë tonat mirat. Për të mirave që ti ka dhënë Allahu subhanahu wa ta'ala është shëndeti. Është shëndeti, është puna. Edhe kështu të me radhë. Na ka mësuar pejgamberi alayhi salatu wassalam që kur shkem në shtrat për me flejt, me pushu, me thënë elhamdulillahi alladhi at'amana. Falënderimi takon Allahut i cili na mundsoi na sot me hongër e me pi, na mundsoi me vesh teshat më të bukura, na mundsoi me hec, na mundsoi gjithçka. Me falendëru Allahun subhanahu wa ta'ala për gjatë ditës, domethënë kemi jetu, kemi hongër, kemi pi, kemi punu, kemi fitu, me falendëru Allahun subhanahu wa ta'ala, jo mu mërzit në këto nimete. Me thënë kapi njëzve sot mërziten në nimete në dhuntit të cilat Allahu subhanahu wa ta'ala ja ka dhënë atina. Sepse i këshyr tjerë që i ka dhënë ma shumë, jo, mos i këshyr tjerë që i kanë dhënë ma shumë, këshyri tjerë që i kanë ma pak se ti. Këshyri tjerë që i kanë ma pak se ti. Sot kapi njëzve që nuk kanë kulm në kokën e tyre, sot kanë për njëzve s'kanë roba, tesha me vesh, sot më thënë kapi njëzve që nuk kanë vetur, sukur ti që e ke një vetur të bukur dhe të mirë. Sot kapi njerëzve që nuk kanë punë, nuk kanë rrogë, e ty të gjithat ti ka dhënë Allahu subhanahu wa ta'ala. Thot Allahu azza wa jall, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, nëse mundoni përpiqeni mi numëru të mirat e Allahut azza wa jall, ato janë të shumta. Kështu që këshilloj veten edhe juve, shikues vëllezër dhe motra, për tyre dhuntive të mirave të cilat neve Allahu subhanahu wa ta'ala na ka dhuruar. Do të më thonë elhamdulillah, me falendëru Allahun xhalla shanu wa xhalla xhelalu për to dhunti dhe për to të mirat të cilat na i ka dhuru Allahu subhanahu wa ta'ala, që ndoshta dikuna se ka dhuru, ti ka dhuru ty. Po dhe nëse ty s'ka dhuru diçka, e dikuj tjetri ka dhuru, prap me qëto të mirat për rreth te të cilat i ke, e ke gjumin, e ke fjetën, e ke hajen. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, kush zgjohet për juve në mëngjes dhe me shëndet është mirë, është i sigurt, nuk ka probleme të lashe nga të tjeret, apo dikush mi po problem të lashe ati. Qohet për gjumit është i sigurt, me shëndet është mirë, dhe ka çka me hongër atë ditë, prej hajës dhe pipijes. Vetëm atë ditë, me thënë ka çka me hongër, jo për nesër me menu. Qatë ditë ka çka me hongër, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, kush i ka këto 3 gjëra, me qenë i sigurt, me thënë i sigurt për të tjerve, edhe do më thënë me qenë me shëndet mirë, edhe me pas çfarë me ngrën, vetëm çat ditë me hongër me pi, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, vetëm se ju ka dhënë kret, do më thënë vetëm se ju ka dhënë, do më thënë kret dynjaja atij. Alhamdulillah, kështu që mësohemi në për
mes dhuntive të cilat neve Allahu subhanahu wa taala na ka dhënë, shumë apo pak, me qenë falënderues ndaj Allahut, me falëndru Allahun subhanahu wa taala, me thonë elhamdulillah. Kur robi thot elhamdulillah, Allahu thot hamideni abdi, me falënderoi robi.